Sa dush këndësht. Nuk ka të bëj me të akuzum të mos... Më ke do shumë i shqetësum. Mo me tyre nuk ishte mo në jetë. A jemi takuar në Gërmi, mbrëmje në 28 nëntorit, 2023. Po. Me kanë kom qenë i shoqëruar? Ne aty jemi takuar rastësisht, sepse unë kam qenë me shoqërinë time, ti ke qenë tavolinën bashkë ngjitur me familjen e këngëtarës Rita Ora. Kom qenë në tavolinën e tyre, po ngjitur me ta? Më duket ke qenë në tavolinë me ata. S'jam i sigur se ka kalu kohë. Keni qenë në stacionin e policisë ku unë isha së bashku me fëmijët. Fillimisht, drejtor, si ishte gjendja ime, a isha i qetë, i shokuar, apo çfarë përshtypje keni? Në ato momente kur kam hyrë në atë zyrën e parë një herë, më ke do shumë i shqetësum. Ju i keni takuar edhe fëmijët në stacionin e policisë? Po, kem ndejt 1 orë, më i të them, minimum. Po, në sallën e madhe. Vetëm pak, ju i keni takuar edhe fëmijët, nuk patëm pyetje, a është e vërtetë kjo? Po. Fëmijët, drejtora, kanë qenë në dieni që mo me tyre nuk ishte mo në jetë? Jo. Sa dush këndësht. Falë, nuk të posh, avokat? Kërkojmë që pjesa që nuk ka të bëj me të akuzum të mos të potencohet për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Atë natë ju me dërguat në hotel, drejtor, dhe të nesër me në mëngjes ju erdhët prapë në hotel. Dhe a është e vërtet që ishit ju që porositet mëngjes për në dhomë dhe që pastaj unë nuk e mora asnjëherë, por ishit ju që e porositet? Janë kalu kohë shumë, mund ndodh, nuk mund ta mohoj, po nuk më kujtohet saktë. Ma vonë, drejtor, ju ma sollet një telefon, një telefon dhe numrin tim e kishit morë nga IPCO prap, dhe edhe një zarf me 2.000 euro kanë qenë, nëse ju kujtohet. Po. Është e saktë jo? Po, saktë. Pse ma sollet një telefon dhe numrin tim prap? Ta solla duke u nisë nga ajo që ju kanë plaçkit dhe ju kanë marrë, edhe që mi pas për komunikim. Drejtor, atë natë kur ndodhi ngjarja, edhe nga restoranin kur kom qenë në restorant me familje, a kemi qenë në kontakt lidhur me një takim i cili edhe ju e kishit atë natë? Po, kemi qenë. Para edhe pas restoranit. Para se me shku, sepse majnë mend kur ka caktu takimin me ata investitor që i takova unë, e ka caktu Naimi, mu më thaj nuk po mundë marë sepse po dalë në darkë me grunë edhe me fëmijë. A takim që ndërmjetësova unë, ju ma dërguat një lokacion të vendit ku ju i pritshit ata. Po. Është saktë kjo? Po, restorani rënë. Po. Të cilën atë lokacion unë është dosht me ja përcjell personit i cili ishte me delegacion. Po. A është e saktë që vetëm pak ditë para ngjarjes unë ju kërkova punë për lirdonën në ndonjërin nga kompanitë. Në hotel, ishte në hotel apo në Lindex? Po, e kem bisedu. Drejtor, u përmend këtu që unë kisha një pagë nga kompania juaj, ku ju jeni drejtor. A ka qenë ajo
paga me të cilën e komojt familjen, tyrat të mia të vetmit, apo një nga ta? Sa unë kam pas informat, ka qenë njëra nga. Dëshmitar, ju e dini që një nga profesionet e mia ka qenë IT-ja. A është të saktë kjo? Po, Ju e dini që për shumë vite kam investu shumë online në domena dhe faqet të ndryshme, që kapin vlera shumë të mëdha. A është e saktë kjo, po? Po, është e saktë kjo, dëshmitar. po. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit, drejtor. Shënjestër.net